desh me ta bo krahasimin me zbutën, të që ta thash ma herët ta thash shumë mirë, jo mundu me zbut edhe në fakt veç e kum rrit, apo kupton, jo mundu me ta krahasu, me ta thonë, si përderisa më shes si motër, këqyre edhe të mranshme, ta din si të motrës, apo kupton, me ta bo me domosdoshmë, jo mundu me mënyrën ma të mundshme të temë në qatë moment, me ta bo me dijet që unë nuk provokojnë atu, edhe unë mendoj që ti ki mujt me ditë, ajo më gjendje me bo asë nëjë provokime. Që ato deshta me ditë se shumë mirë që po bisedojnë, okej? Unë e kom një moment kur nuk të kuptoj isha. Është ndjenja jamja, okej? Se dhe vetë po mardhë, mas jem rikëthy, po më thomë që do fjallë në shta zdia keni mujt me mini. Edhe unë kur i fola individualisht, më deshta me mbyllë që kaqë. Edhe ju këmë thonë në qdo fjallit fundit tashmë mos e përhapni. Se e ndjeva vetën në ciklet. Edhe surprizë ke edhe Edi aty kër e hapa dollapin, kesha ke. Esenca është që ti në basë reagimit tem, tuni, në momentin ki mujt me kuptu, a e kumbu me të qëllim, me djallëzi, me provokim, a e kumbu pa jerit. Vete ki po vetën ftyrën teme, sa marrëm ka ardhë, edhe sa keq jëm di. E masnej nuk e kuptuva ti si lojtar prano që e ki bu ekstra, se egzagerim, ki mundu me përfitu prej situatës,